Është ekstraduar nga Belgjika në Shqipëri Sergej Hasanpapaj, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare. Për 32 vjeçarin, gjykata e posaçme në vitin 2024 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për vepra penale, vrasje me paramendim, mbetur në tentativë dhe kryer në kuadër të organizatës kriminale, dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Hasanpapaj akuzohet për atentatin e dështuar ndaj Ardian Çapjas në qershor të vitit 2020, i cili u godit me snajper nga një kodër. Aso kohe, u dërgua në spitalin e traumës në gjendje të rëndë shëndetësore. Ky i fundit është i dënuar me burgim të përjetshëm i akuzuar për vrasjen e Gentian Beqirit dhe Nezir Beqirit, bab e bir. Hasanpapaj ka qenë arrestuar në Belgjik në ndyshimet si i përfshirë në vrasjen e Bledar Muçës. Krimi ndodhur më 22 janar 2022. Bledar Muça është emri i njohur për drejtsinë shqiptare. Ai njihet për lidhjet e tij të ngushta me fisjen Çapja në Elbasan dhe konsiderohet si krau i djathtë i Ardian dhe Florent Çapjas. Për shkak se autoritetet belge nuk kanë patur prova të mjaftueshme për të dënuar Hasanpapaj për vrasjen e Muçës, 32 vjeçari u ekstradua drejt Shqipërisë, ku tashmë do të përballet me drejtsinë në akuzën e tentativës për vrasjen e Ardian Çapjas.